Në kuadër të ditës ndërkombëtare të moshës së tretë, Dorcas Albania, e cila ka në fokus të punës së saj këtë grup mosh, ka organizuar një aktivitet me personalitetet jetës publike dhe shoqërore të qytetit të Korçës, të cilët tashmë janë në pension. Në fokus ka qenë nxjerrja në pagë e kontributeve të tyre për të ndërgjegjësuar të rinjt për vlerën e moshës së tretë. Qëllimi ynë është që të ndërgjegjësojmë të rinjt për vlerën e moshës së tretë, që do të thotë ata pavarësisht se kalojnë në moshë pensioni, kanë vlera të nda, kanë eksperiencë jete dhe kanë shumë gjëra për të përcjellë dhe transmetuar tek brezi i ri. Dhe do të kemi një kohë ku këta individ do të ndajnë nga eksperiencat e tyre të vlefshme të jetës dhe do të japin dhe këshilla. Nëpërmjet një videoje të transmetuar për të rinjt, kanë ardhur edhe disa këshilla nga qytetarë të moshuar. Nëse do duan ata që ta gëzojnë jetën e tyre, duhet patjetër që të punojnë dhe të mësojnë. Shkolloni, të bëjni të mirë për veten tuaj, për prindit tuaj dhe për rrethin familjar që ju rrethon. Por si kam për brezin e ri, të lëshojnë në celularet edhe tabletet edhe të lexojnë sa më shumë libra. Zgjidhni me kujdes shoqërinë dhe bëuni njerëz të mirë. Kam një porosi për të rinjtë, mos e braktisni vendin. Në aktivitet kanë qenë të ftuar artist, pedagog, gazetar e mjek, të cilët kanë folur për lidhjen midis brezave dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për të qëndruar sa më afër të moshuarve, për t'i vizituar e për t'i ndihmuar, sidomos ata që janë më në nevojë.